Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën e tij në forumin e investimeve me Bashkimin Evropian Ballkani Perëndimor në Tiranë. Kreu i qeverisë cilësoi Ballkanin Perëndimor si horizonti i ri i Europës, në vendet të cilit tha se projektet europiane realizohen më shpejt se kudo tjetër. Rama shtoi mëtej se Ballkani Perëndimor mund të bëhet së shpejti hapësirë gjatjetese për investimet dhe bizneset europiane. Pritja për BE-n u bë thuajse një sinonimi e pritjes për Godon. Në një pikë caktuar u bë vërtet dëshpëruese. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut u bën rimishërimi i Vladimirit e Estragonit, pamundur për të shkëputur të dënuar të presin së bashku. E megjithatë, kur nuk ndalëm së ndruari momentin kur historia do të ndryshonte, dhe kur nuk reshtëm së punuari, në mënyrë që kur ky moment të vinte, të na gjente gati, të përgatitur dhe përpara fati. Dhe shkoi pikërisht kështu, kur momenti erdhi. Ishim gati të nisnim së bashku me Komisionin Europian procesin e negociatave që nuk mund të ishte më intensiv e as më çlirues nga fantazmat e së shkuarës. Nga kërkesa jon për antarësim të koreksi ynë për rritje, po përvijohet një hartë e re, jo në letër, por në hapin ton të ardhurit bashkë më afër Bashkimin Evropian, në fluksin e turistëve dhe investimeve europiane dhe në zgjimin e një ide thjesht por të fuqishme, që Ballkani Perëndimor nuk është obori pasëm i Europës e as lagja e tij e dorës dytë, por horizonti i ri. Një horizont i ri jo prej mures e kufish, por horizont energjie dhe imagjinate. Një horizont ku Europa mund të rizbuloj shkatësinë e saj, oreksin, urinë e saj, nxitjen krijuese dhe mbi të gjitha dashurinë për jetën, për paqen e për të bërit bashkë. Sa më shumë hedhim sy nga bota rreth nesh, ku loja e madhe ekonomisë lëviz me shpejtësi, ku zinxhirët e furnizimit dridhen, ku teknologjia riformson jetën orë pas ore, e ku tranzicioni i gjelbër kërkon jo vetëm rregulla, por kuraj. Aq më shumë ndjejmë, si kur më parë, nevojën për më shumë Europë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, është shprehur se antarësimi në Bashkimin Evropian do u kursej kompanive shqiptare 500 milion euro në vit. Për organizimin e këtij forumi këtu në Tiranë, zonja e zotrinj, në fakt një vit më parë, erdha në Shqipëri, vizitova të gjithë rajonin me një zotim. Një zotim që qytetarët e kompanitë e Ballkanit Perëndimor do të nisnin të përjetonin Bashkimin Evropian në jetët e tyre të përditshme, e që ju do të ndjenit të mirat e ecjes përpara së bashku. Pas një viti, ka ndodhur pikërisht kështu. Më lini t'ju jap një shembull. Më kujtohet shumë mirë, i dashur Edi, kur më the në fillim që donet që Shqipëria të bëjë pjesë e hapësirës së përbashkët pagesës në euro, SEPA. Shërbimet e mia thanë që do duhej të bënit shumë punë nga ana juaj. Do duhej shumë vendosmëri për të miratuar reformat dhe shumë kohë. Por për më pak se 2 vjet e bët realitet. Që javën e shkuar, kompanitë këtu në Shqipëri mund të dërgojnë para në Bashkimin Evropian e të marrin para prej andej me kosto tejet të ulta, dhe ambasadori më tha që e ka provuar sistemin. Më 6 tetor, ai donte të çonte para nga Brukseli në Tiranë, ndërkohë që parave ju duhet 3-4 ditë të mbrinin në Tiranë me një kosto prej 50 eurosh. Më 8 tetor, dita kur u bët pjesëtar të SEPA-s, bëri të njëjtën gjë, dërgoi para nga Brukseli në Tiranë. Dërgesa u bë brenda pak minutash dhe pa asnjë kosto.
E njëjta gjë po ndodh edhe në Malin e Zi, në Maqedoninë e Veriut. Tarifat e transaksioneve në Ballkanin Perëndimor ishin 6 herë më të larta se sa në Bashkimin tonë Evropian. Ndërkohë që antarësimin SEPA do t'ju kursej kompanive tuaja afro 500 milion euro në vit. Këto janë para reale në bilancet tuaja. Ndër të tjera, von der Leyen tha se përpara se të bëheshin pjesë e SEPA-s, tarifat e transaksioneve në Ballkanin Perëndimor ishin 6 herë më të larta se në Bashkimin Evropian.